Pastroni mushkëritë me këtë metodë natyrale, mund ta përgatisni vetë në shtëpi. Trajtimi i kollës kronike dhe bronkitit ka qenë gjithmonë një sfidë edhe për mjekët popullor. Kjo recetë natyrale përmban disa nga përbërësit më të vjetër dhe më të fuqishëm, përbërës që zbusin fytyn dhe mushkëritë duke kthyer kështu një recetë të mirë për kollën. Falëvetive të fuqishme të mjaltit dhe bananes, të cilat janë të përfshira në këtë recetë, mund ta përdorni këtë recetë edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj. Përbërësit që u duan janë 400 ml ujë të vluar, 2 banane të mesme me pika, 2 lugë mjalt. Së pari, zhvishni bananet dhe i bëni pure me ndihmën e një piruri prej druri ose lugë. Mos përdorni enë metalike pasi bananet kanë tendencën të errësohen nëse janë në kontakt me metalin. Vendosni bananen në tenxhere dhe shtoni ujë të zier. E lini përzierjen të qëndrojë për 30 minuta dhe së fundmi e përzieni pasi të jetë ftohur dhe shtoni mjaltin. Konsumoni 100 ml nga kjo përzierje 4 herë në ditë dhe do të keni një lehtësi më të mirë të sistemit të frymëmarrjes, citon Healthy Food House.